Fuqizimi i kapaciteteve për monitorimin e kontratave të partneritetit publik-privat. Kjo ishte tema e trajnimit të organizuar në Vlorë gjatë kësaj të marte, nga Qendra për Fuqizimin Ligjor dhe Qendra për Kërkim në Shqipëri, me mbështetjen e ambasadës holandeze. Të pranishëm ishin studentët e Departamentit të Drejtësisë, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile dhe profesionistëve të lirë, si noter dhe avokat, si dhe përfaqësues të medjave. Cila është kornisa ligjore që rregullon PPP-t në Shqipëri? Ligji 50 i 2019-s, në fakt i cili ka ndryshuar ligjin 125 të 2013-s, baza është ligji 125 i 2013-s i ndryshuar më pas me ligjin numër 50 të 2019-s, vendimi i Këshillit të Ministrave numër 575 i 2013-s dhe vendimi i Këshillit të Ministrave numër 634 i 2014-s. I gjithë ky kuadër ligjor rregullon kuptimin e kontratave të partneritetit publik-privat dhe koncesionet, mënyrën e lidhjes dhe ofrimit të kërkesës dhe ofertës nga të dyja palët, pra nga autoriteti kontraktor dhe nga operatori ekonomik, kriteret dhe publikimin e kritereve, përcakton negocimin për fazën e lidhjes së kontratës, më pas elementët që duhet të përmbajë kontrata dhe më pas monitorimin e kontratës. Drejtuesi i projektit, avokat Frans Terihati, flet në lidhje me këtë tematik të rëndësishme, si dhe për rezultatet që do të sjellë në fund. Kemi ardhur në Vlorë për të zhvilluar një trajnim me student, gazetar dhe organizata të shoqërisë civile mbi monitorimin e kontratave publike, konkretisht partneriteteve publike dhe private. Ky trajnim po zhvillohet në kuadër të një projekti të mbështetur nga ambasada holandeze, në kuadër të thirrjes Matra. Një cikël i ngjashëm trajnimesh është zhvilluar edhe në qytetin e Tiranës, Durrësit dhe Shkodrës, po me gazetar, student dhe profesorë të organizatave shoqërisë civile. Të gjithë pjesëmarrësit në trajnime do kemë mundësi jo vetëm që të njihen me legislacionin përkatës lidhur me këto kontrata publike, por dhe do aftësohen për të bërë monitorime efektive në praktik të zbatimit të këtyre kontratave. Ekspertja e projektit për fuqizimin e kapaciteteve për monitorimin e kontratave të partneritetit publik-privat, Besa Humbashi, thot se qëllimi është dalja nga auditorët dhe rritja e njohurive për kontratat publike. Ajo që duam të bëjmë këtë radhë dhe fal mbështetjes ambasadës holandeze me projektin Matra të vitit 2024, kemi kënaqësinë që ta arrim ta implementojmë, është pikërisht kjo, ngritja e njohurive për sa i përket monitorimit të kontratave publike. Duam të dalim nga auditorët dhe edhe ne kërkuesit shkencor të japim një impakt edhe një kontribut në këtë që është bërë një kapitull i cili duket sikur gjithçka që rrotullohet rreth këtyre të famshmeve PPP ka diçka që nuk shkon. Kështu që ne do përpiqemi që të japim kontribut aktiv, të ngrejmë njohuritë e studentëve, e kërkuesve shkencor, por edhe të krijojmë një network të mirë midis kërkimit shkencor, por edhe gazetarisë si në rastin konkret. Por ajo që duam të bëjmë është që ajo çka ne kërkojmë, ajo çka ne arrim të bëjmë nëpërmjet kërkimit shkencor, të shkojë tek gazetaria me qëllim që edhe gazetarët, kur monitorojnë, kur japin kronikat e tyre, të mos jenë thjesht ca njohës të fushës, por të kenë mundësi që të japin edhe ata kontributin e tyre aktiv në këtë fushë. Pedagogja e drejtësisë në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali, Jonida Zyberaj, thekson se ka vëmendje të shtuar për ndjeshmërinë publike, por edhe për faktin se ato janë pjesë e kapitujve të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Përveç faktit që prokurimi publik është pjesë e kapitullit 5 të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ka një vëmendje të shtuar edhe për shkak të ndjeshmërisë publike që ka. Dhe synimi i këtij trajnimi është që të fuqizoj studentët në vëzhgimin dhe në analizën ligjore në raport me këto kontrata, në raport si me fazën e lidhjes së tyre, ashtu edhe me fazën e monitorimit të tyre. Ka pjesëmarrje dhe interesim të studentëve të Departamentit të Drejtësisë, sepse ky ka qenë fokusi kryesor, studentët e Departamentit të Drejtësisë, por në të njëjtën kohë ka edhe pjesëmarrje nga organizatat e shoqërisë civile dhe ka edhe pjesëmarrje të profesionistëve të lirë, siç janë noterë dhe avokatë, të cilët patjetër kanë interes edhe në këtë drejtim. Të pranishmit në këtë aktivitet ndan mendimet e tyre rreth fuqizimit të kapaciteteve për monitorimin e kontratave të partneritetit publik-privat.